Mi mbrëma zonja dhe zotri, futbolli flet vetëm shqip. Ta gjoni njëri mirë. Jemi në natët e mëdha të futbollit në proces sportiv me më të madhen e të mëdhajave. Atë që në Air Albania tërheq vëmendjen e të gjithëve. Francesca! Hej, mi mbrëma gjithve, rikthehemi sërish në ekranin e Top Channel këtu në procesin sportiv. Rikthehemi në fakt pak me angth për shkak të shorteu të cili do të mbajë ditën e njëjtë dhe do përcaktoj kundërshtarin e Shqipërisë dhe të Kosovës. Përgjithësi, shndrojmë pak te polemika të cilat do i diskutojmë gjatë sot deri në studio. Kështu që duhet të jetë fort për Gzim Sinematin. Ervin Fakaj, Redi Jupi, Lorenz Jemini, mi mbrëma dhe Jessica Shkëmbi. Mi mbrëma. I kalove ai shpejt. Sa shpejt kalove... kalove... I kalove shpejt këta personazhet tanë, sa shpejt kalove nga gëzimi i këtij futbolli që flet shqip tek ankthet e shortit. Çfarë ndodh me këtë brez? Gjerata Z. Iku, u kualifikuar në xhep tani direkt e shorti. Po normale, koha ikën shpejt. Manush duhet ta kapim direkt. Ja një plan i marr për Faka, një plan i parë dua për Fakën, se në radio ka qenë i përmbajtur. Ja ku e kemi. Se cili ka mënyrën e vetë të gëzuarit, Manush. Unë gëzoj nga brenda, nuk e shpreh. Sidoqoftë, kemi të ftuar të tjerë special. Një mik që na vjen gjithmonë kur Shqipëria është në udhëkuqe të rëndësishme dhe pozitive si ky, direkt nga Maqedonia, miku ynë Kushtrim Smajli, Kushtrim mirë se ke ardhur, faleminderit për prezencën. Kemi gazetar sportiv Dok, ai që gjithë karrierën e ngriti me faqen e fundit. I madhi të neve, ty nga lidaj. Po jetë mirë. Ke lezuar vetëm ti Manusha të mosë, ka pasur faqe tjera. Ka pasur gallatë. Ti kam. Ora pse se buk të faqen e fundit prapë ti Gjikundi, se ajo faqe i mungon shumë publikut shqiptar. Apo është Gjikundi ajo faqe e fundit? Do bëjmë shumë faqe e fundit proces sportiv. Është në mes ajo më është. Kosta, pastaj tak direkt faqa. Po mund bëhet ashtu Manush. E keni parasysh se për çfarë faqe kam? Është faqe e fundit Panorama Plus ku dilin gjithë personazhet e bukura të sportit edhe të lidhura me sportin. Kë kemi tjetër? Artën, direkt modele që vjen nga Shizën Top. Ti ke qenë stadium duke të ndeshje të dyja. Të them të drejtën, unë i kam shikuar jo nga stadiumi, por i kam shijuar në fakt edhe i kam bërë me kënaqësi, sigurisht. Po ti e ke meni ke ankthi dhe ti apo je lumtur dhe po shijon? Jo tek ankthi, gjithmonë tek shihimi i ndeshjes. Okej, e rëndësishme është që jemi në një moment shumë të rëndësishëm historik dhe Shqipëria dhe Kosova. Kosta, ti ke ditë të ngarkuar se jo protesta e gjëra si shkoi sot për ty? Si ke pasur ditë ngarkuar them. Pse? A ishin protestat? Jo. Jo, nuk isha. Ah, ti ke thënë jo politikës përfundimisht? Jo, nuk është se i kam thënë jo politikës, i kam thënë jo rithemelimit. Ka rreth një vit. Do thënë, u bëra me rithemelimin se si isha, kam qenë gjithmonë kundër Bashës, por dhe rithemelimi më rezultoi një flus sapuni, një luftë brenda klaneve të PD-s. Okej, se si diktoti. Do bësh këtë. Faqen, një sekond, pushoj sekond. Le ça pyesum. Ti do të thotë çfarë do të them. Më rezultoi një flus sapuni dhe ajo. O zotrim, më dëgjoj tani me vëmendje. Faqja e parë e France Futbollit, e cila shkruan: futbolli në botë flet shqip. Si është frëngjisht kjo? Le foot dans le monde parle albanais. Le foot mondial parle albanais. Po lexoje me zot lart të drejt, si lexo, b. Po sepse nuk varet se duhet me pa artikullin se si ka shkruajt. Kemi lidhje Skype direkt kolegun ton Latifi nga Kosova, mi mbroma. Mi mbroma Manushi, mi mbroma të gjithëve në studio. Mi mbroma driton. Lus Rezi nëse ka mundësi vetëm pak më shumë të më jap zërin se dëgjojeni shumë pak. Ne të dëgjojmë super këtu, po ja me siguri të kesh dhe zërin ton të plot atje. Si ndihesh njerë, si mbas kësaj gjëje që ku ti unë fillimu dukte pa besueshme për të dyja kombëtarët, ti kemi në këtë situatë, në këtë pikë? Mendoj se arritja e dy kombëtarëve, arritja në fazën e play-offit është një sukses në vete që dy përfaqësuese, dy kombëtare, dy ekipet tona shtetërore që duhet i gëzojnë. Është një sfidë ndërtuar me shumë mund, besoj, me performancë shumë të mirë. Kuptohet se tash në këtë fazën që do të vihet të play-offit, Shqipëria do të jetë me një avantazh më të madh për shkak të eksperiencës që kanë ndërtuar këto dy evropianët e fundit me pjesëmarrjen e saj. Ndonse besoj se edhe Kosova ka arrit me të bërë disa lojtarë interesantë që do të jenë kundërshtar të dinj për çdo ekip tjetër në këtë fazë. Okej. Redi, duket që më në fund kemi ndërtuar dy ekipe të forta.
Në fakt, këtu është vendi për të folur fillimisht për Kosovën, sepse për Shqipërinë ne patëm mundësi të flisnim dje gjatë, do flasim edhe këtu patjetër, sepse është tjetër panel dhe tjetër vend. Por, thënë drejtën, Kosova ka bërë një fazë eliminatore perfekte. Pra, ka pasur disa, do të thënë, që në fillim të kur është shorti, nuk ka pasur një pritshmëri shumë të madhe nga publiku i gjerë, po themi, po edhe nga vetë publiku i shqiptarëve të Kosovës atje, ka pasur një farë skepticizmi se skuadrat që kishe kundra, skuadrat që do të përballej ishin skuadra shumë të forta. Edhe Zvicra, edhe Slovenia dhe Suedia ishin shumë lart të kuotuara, pra në fillim të edicionit nuk ishin as afër, po themi, kuotimit që kishte Kosova. Por Kosova ka bërë një fazë eliminatore ekselente në çdo aspekt. Ka një golorash 5-4 dhe 4 golet e ka pësuar në ndeshjen e parë me Zvicrën atje. Në të 4 ndeshjet me kundërshtarët e tjerë, pra 2 ndeshje me Sloveninë dhe 2 ndeshje me Suedinë, nuk ka pësuar asnjë gol. Ka fituar të 2 ndeshje me Suedinë, brenda dhe jashtë, që është një rezultat gati i pamendueshëm. Duhet të dini që Suedia në sulmin e saj ka Isak dhe Gyökeres, janë 2 sulmuesit më të shtrenjtë në Premier League sot, përveç lojtarëve të tjerë që kanë brava. Edhe Slovenia, që pak njerëz e njohin, është një skuadër për shembull që në port ka Oblak dhe në sulm ka të Sheshkon që luan tani me Manchester United. Pra janë skuadra që kanë letër pa letra Kosovën e tham e fundit ke grup e gjora Kosovë thon fillim. Janë skuadra që kanë dhe elementet dhe mentalitetin po dhe organizimin. Po është vërtet që ato bën kualifikueset jo më të mira të mundshme, të dyja këto, sepse Zvicra është si Anglia në grupin ton, pra bën një kampionat në vete, por Kosova ka bërë një pjekje të vetes, të thënë një progres që është i pa imagjinueshëm në këto vite. Ata e filluan në momentin që u njohën nga FIFA, e filluan mirë, me mbarmend një frym dhe entuziazëm, por patën edhe ata një fazë problemesh aty brenda që skuadra humbi besimin se kaloi një vazë më lart, nuk i kishte rezultatet e mira, nuk po përgjigjej. Në grup me disa lojtarë patën ca probleme. Në këtë moment që flasim kanë një skuadër e cila është shumë solide dhe është një skuadër që të gjitha ato që do të kenë kundra në play-off, duan ta shmangin, sepse është një skuadër shumë e rrezikshme për çdo nga kundërshtarët që do ketë përballë. Gzim, me që është ky momenti shqiptar, bukur e nisi reti nga Kosova, nuk e di nga do nisi ti diskutimin në ditë si kjo. Do të thoya që kjo që ndodh me Kosovën është rast shumë i rrallë, sepse një kombëtare na ka dhuruar dhe një kombëtare ka ndërtuar. Sa harrojmë që është merita e tyre edhe për ne. Pjesa më e madhe kanë ardhur nga ata. Do të thënë kanë furnizuar ekipin ton, po sigurisht, pafundësisht ata gjithmonë. Faktikisht, domethënë ne ata se me të drejtë ata vogël. Kushtimi i parë mos bëjmë ne ata, por jo s'ka rëndësi fare, po është fakt shumë interesant, një vend aq i vogël. Po. Të krijoj një kombëtare këtej për neve, se ne s'morëm lojtarë nga kampionati jonë, ne morëm gjithë nga lojtarët që ishin andej. Edhe tani kanë krijuar një kombëtare, domethënë që mua më pëlqeu dhe kur humbën më pëlqeu. Se futbolli sot, që është futboll jo për pikët, futbolli bukur, mu pëlqeu edhe me Zvicrën, ata morën 4 gola. Por ama e kthyn neshën në aventurë. Pretenduan që mund ta luanin barabartë me ta dhe gabuan ndoshta zgjedhjen e aventurës. Ata morën gjithsej 4 gola nga një ekip i fortë, ne morëm gjithsej 4 gola nga ekipi i fortë. 4 gola morëm ne nga Anglia, 4 gola morën ata nga Zvicra. Megjithatë do të thoya që është një moment, domethënë që si ka shkuar njeriu në mend, domethënë që të dy ekipet ishin këtë nivel. Duhet ta shfrytëzojmë. Jo vetëm për ekipet kombëtare, të dyja edhe për futbollin e vendit. Është moment fantastik, nuk duhet ndahet me thik. Presim short, dikush ta bi kundërshtar, ta provojmë, ta zgjerojmë festën e futbollit. Benefitet tu. Por këto festat e mëdha për këtë janë që ta gëzojë gjithë shtrirja e marrë futbollistike. Kushtrimin ne në fillim nuk e mendonim të. Po dyshim, s'besoj që e kemi menduar që gjithë që ndodh edhe me Shqipërinë edhe me Kosovën kështu, mendoj që është një hap shumë pozitiv përpara, nuk duhet që të ndalemi që të dyja ekipet me këtë arritje. Play-offi nuk është diçka që duhet të çuditemi, po si të tha Gzimi, ta gëzojmë, ta shijojmë, edhe ta nxjerrim më të mirë nga ajo. Se ta e reduktove çik aktivitetin se thash Maqedoni po tihet Tiranë, Prishtinë, Maqedoni njësoj, kështu që kemi çurin ton. Dritorin e kemi lidhje Skype nga Prishtina, kolegun ton. Driton, me që jemi dhe nisëm me të drejtë, se jemi në borxh me
me përfaqësuesen e Kosovës. Jemi marrë jo aq sa ajo e meriton. Rim pak e kjo Kosova që befason, se pastaj po ty Kosovës ke emrat e përveçëm, zbulojmë që kombëtarja nuk është aq modeste. Po, mendoj se pruarjet e fundit që kanë ardhur në ekipin e Kosovës janë 4-5 lojtarë shumë cilësor, që po e bëjnë dallimin duke filluar nga porta me portierin Saipi. Pastaj kemi në mbrojtje Albian Ajdari, një lojtar i formuar në Zvicër dhe tash pjesë e rëndësishme e Hoffenheim në Gjermani, ku bën pjesë edhe Edon Abdullahu, një tjetër lojtar shumë i Leon Abdullahu, një tjetër lojtar shumë i rëndësishëm. Edhe me ardhjen pastaj edhe të lojtarëve tjerë, besoj se ekipi ka marrë një shtytje të madhe. Aslani, Muslia, mos t'i harrojmë dhe këta, se këta janë befasus fare. Aslani është lojtar i ri i ardhur shumë e vërtet, derisa po flasim për Musliun, i cili veç ka qenë më herët, ka shiju edhe eksperiencën në Bundesliga 1, tash është në Bundesliga 2, po e ka një ritëm të rritjes si lojtar, thënë drejtën nga ata aty që kemi në studium, jep shumë atë përshtypjen e Skelës, Ervin Skeles kur ka qenë me kombëtarën Kuqezi. Atë lëvizjen, pranimin e topit shumë jep identitetin e tij. I ngjan dhe për pozicionin e ke drejt, po. Po, gjithsesi është një ekip që ka arrit shumë shpejt ndërtohet. Pas asaj humbjes që ka qenë vërtet e patakt në Zvicër, në Basel, ku ekipi thjesht luajti i pa komponuar, i pa koordinuar mirë si duhet, arritën një kohë shumë shkurt, madje brenda 3 ditësh marrë fitore me Suedin, pastaj të performoi mirë edhe me Sloveninë edhe me Suedin sërish dhe prapë me Sloveninë tash në ndeshjen e jashtme. Nëse shohim para kualifikimit, sigurisht kjo do të ishte një pozitë ëndër që askush nuk e ka pritur. Në anën tjetër, kur arrin në nivele të tilla me apetite të shtuara, mund të shpresoj të mos mbetemi në pozitën që tash jemi duke u ngushlyer si humbëm ato pikët me Sloveninë këtu brenda, kur morëm një barazim, sepse ndeshja e nesërme me Zvicrën do të kishte një kuptim krejt tjetër, domethënë shumë të rëndësishëm. Besoj se trajneri Foda me eksperiencën e tij ka arrit me kontrollu ekipin, me kriju një ide të caktuar të lojës. Kam përshtypje se ai mund ta humb një lojë, por lojën e dytë s'ka shans ta humbas nga ekipi i njëjtë. Edhe kjo treguohet në edicionin e kaluar kur luajtëm me Rumaninë, kishim një start po ashtu të keq kur humbën Prishtinë 3-1 dhe pastaj nuk arritëm dot të kualifikohemi për shkak të asaj humbje. Duke përfunduar edicionin me një ndeshje që e pa përfunduar me barazim në Tani se qoftë është legjitime që Kosova të mendoj për të shkuar në këtë botrar, sepse Suedia, Slovenia, apo si thot Redi Jupi, janë skuadra që pak a shumë si këto që do ndeshet në këto 2 play-off, sepse ka aty skuadrat më të mëdha në botë. Pra, është legjitime dhe drejt që të ndrojë Kosova botrori? Unë mendoj se ritmi i lojës dhe kjo amplituda e fitore, rezultatet të mira që ka arrit kombëtarja e Kosovës, është një sinjal shumë i fortë për ato që do të jenë kundërshtarët e radhës, që ato besoj se presionin do të kenë më të madh kundërshtarët tanë se sa vetë Kosova. Kosova jam i bindur se duhet luajë pa ngarkuar, ky është një sukses tepër i madh, është diçka e papritur. Mendoj se kundërshtarët do të kenë presionin më të madh sepse këto ekipet që janë në rritje, kur vinë me këto rezultate me radhë, gjithmonë ja kanë ndronë më shumë kombëtarët me eksperiencë sa Driton, kam një pyetje spes për ty, Driton. Pyetjet me spes ne kemi me këtë muzikë. Ditën e parë të play-offit, që do të luajë Shqipëria, që është data 26 mars, do jetë edhe Shqipëria dhe Kosova në të njëjtën orë. Këtë do shofësh ti? Kemi të mundësinë e 2 ekraneve, se rrob digital, mi mjafton të bësh. Kam marrë kam televizorin që mund ndaj ekranin me 2 asi, po sigurisht se 2 do të jenë zemër edhe nuk mund t'i ndaj. Po flasim me diçka të hapur, sigur të themi, të bëjmë dallimin ndërmjet babait edhe nënës. Që ka halli madh këtu pas 2 kombëtare, se kisha menduar këtë hall që do na vinë në jetën tonë. Sinemati. Për gjithçka gjen kohë, për gjithçka gjen kohë dhe gjithmonë ka dëshirë dhe pasion të madh për me përkrahasi njërin si tjetrën. Driton, kishe një ngacmim për gëzim për Dritonin? Ti e ke apo Jo, nuk kam ndonjë ngacmim.
Se drejtorin e kam mik të vjetër. E dia, prandaj thash. Po do të thoja këtë që për 9 vjet, e curia se Redi kanë ndjekë dhe më shumë se neve. Për 9 vjet tuku kanë ardhur, është një logjik shumë e veçantë unikale, efekt shumë mirë ti, edhe Redi e tha. Dhe nga e curia tyre mund të kopionin dhe mund të marrin dhe ne. Sepse shpesh jemi vënë në siklet, pse ata janë më të përgjegjshëm, më të sakrifikuar. Do është dhe vetë historia e vendit ashtu. Janë më sakrifikues. Nëse ne jemi aty ku duhet, nuk është. Neve, dëgjoj Manush, se neve me vërtet kemi 14 pikë, po ta shikosh këtë loja dhe ku arriti minimalja ke Andorra, që ra shumë niveli lojës. Më mirë, të mirën e gjen këtu ku u munde nga Anglia, në ato 60-70 minuta. E kuptoj shumë isha po thua. Se sa ta gjeja atje, domethënë që i vure ka pak me i gol. Për lloj futbolli atje këtu. Domethënë që ti je gati për të shkuar në play-off. Nuk është për çështje fati, nuk është çështje një goli. Tani do të ngrihemi edhe mëndërisht për pallu një kundërshtar më të fortë. Okej. Ajde Karl, ore ju kanë gjithë ankthi i këtyre kualifikuesve i short. Gjithë suksesi i Kosovës është e trajneri Foda. Drejtori, Po e mbani mend këtë. La Pezulloj, portierin Murić, Zhegrovën, 3 lojtarë më të rëndësishëm për një thyrje disiplinore po e mbani mend. Dhe as nuk i futi madje. Paranteshës me Çiprën ishte. Bravo, se sa doja të thoja. Kështu që por të mundesh 3 ekipet, domethënë Slovenin, Suedin, ti mundesh me këto rezultate, domethënë jo e pabesueshme, se mendonte njëri fare që Kosova do arrinte aty. Okej. Jetë mirë? Por na bëdhi çik llogarit to vazo 1, vazo 2, vazo 3, se ti je ekspert i këtyre çështjeve. Jo, më jemi në vazon 3, se sot ka qarkulluar ideja me që de jure, po të hapësh të klikosh disa, se nuk kanë dalë zyrtarisht vazot. Figuron që Shqipëria është në vazon 2. Në fakt nesër përditësohet lista renditja e FIFA-s. Nesër mbas ndeshjeve por neve jemi më afër 2-shit apo 3-shit sot. Jemi afër 3-shit praktikisht. Na dëmtoi kjo Irlanda me Hungarinë. Po, Irlanda me Hungarinë që mori pikë dhe i shtohen pikë, sepse Irlanda praktikisht ishte pas nesh në renditjen e FIFA-s. Vetëm po merren në barazim me Anglinë. Barazim me Anglinë. Mundet. Edhe Ukraina me Islandën. Po dhe Ukraina që fitoi me. Ne, tenere kemi shori, tani disish puna, çfarë diferencë ka Çekia nga e tjetra, historia, domethënë, po dole aty vdisi burrat, për ndryshe nuk shkon botror, si s'kishte kohë tani me bollogari. Po vazo 2 do m'pëlqete se t'jepi çik kështu. Po s'është kështu, më ndeshje tekja nuk e ndeshje tekja po e bën ke shtëpia jote, po ti ke dyshi, po ti ke treshi, po ke shtëpia ti. Po, megjithatë që vdisi burrat më thonë. Po vazo 2 pastaj të rrezikonte për përplasje me Kosovën. Nëse do shkonim ne në vazon 2, po ishim mundësit që ne të luanim... Driton, hajde që ta ndërpresim që ta lëm të qetë kolegu dhe vikon të të mërin. Driton, këtë do e rival tani drejt për drejt nga këto se dijen paka shumë 3-4 skuadrat për cilat mund të ndeshe Kosova. Këtë do e rival për Kosova. Them drejtën Manush, sa e mendoja kjo puna e këtyre kundërshtarëve dhe kjo faza e ardhshme e play-offit është bërë sikur të jetë një ekuacion me shumë të panjohura, domethënë si diskutojmë se kush do të jenë kundërshtarët. Paka shumë po dijen këto 4 kombëtarët nga vazoja 2. Shpresoj të mos ndrojnë. Janë gjithë kundërshtarë me më shumë eksperiencë se Kosova, sigurisht. Ndoshta në një format aktual mund të jetë çka diun më e kapshme mund të ishte Slovakia apo Irlanda e verë, ndonëse me Irlandën, Republika e Irlandës, ndonëse me te nuk kemi pas një eksperiencë shumë të mirë të kaluar. Jo, këto Slovakia janë mirë këto, se Kosovarit janë rritur me borë njësoj si ata, i kemi mirë këta. Kështu që s'na shqetësojnë këta. Çokolada kanë ngrënë dhe këta çuna tanë. Ej, të falenderojmë Driton për këtë lidhje drejt për drejt. Urojmë suksese dhe të presim takime tjera. Urime sërish kombëtarëve. Franç, na në një çik atmosferë. Ju thash që shkon gjëja shumë shpejt, po s'm besove Manush. Për zotin kishe shumë të drejtë. Tani folëm shumë për Dardanët, po mbetemi pak te kjo te ekipi jon. Çfarë ndodhi dje? Ne me Redin në fakt e diskutuam gjëre gjatë, por ta rishohim edhe një herë. Ndeshjen tonë. Çfarë emri mund t'i vendosim këtij edicioni? Ky është një edicion shumë i rëndësishëm i Shqipërisë dhe ndeshja e djeshme tregon pikërisht progresin që është bërë nga ndeshja e parë me Anglinë, që neve humbëm 2-0, po që nuk bëm asgjë, nëse mbani mend ndeshjen e parë. Ishte një ndeshje në cilën do thonë na demoralizuan, po themi në aspektin e asaj se çfarë prisim neve në këtë eliminatore me ekipin ton, pra është vërtet që ishte një rezultat që 2-0, po ishte një ndeshje që ne nuk u futëm fare në lojë, domethënë ata na mbyllën aty në portën tonë dhe ishte tipike ndeshje në cilën ata sa herë të donin mund na shnonin neve. Dhe nuk na shërbeu për asgjë, sepse ka humbje që shërbejnë për diçka. Kurse kjo ndeshja e fundit pasaj tregoi pikërisht atë transformimin e ekipit ton ndërkohë.
Pra ishte një ndeshje në cilën prapë luan me një kundërshtar shumë të madh, që ishte edhe më i motivuar dhe që ishte me ritëm dhe me intensitet dhe më të lartë se në ndeshjen e parë, por që neve arritëm ta përballonim me gjithë limitet e mëdha që neve kishim raport me ata. Pra, vërtet në 20 minuta parë ne nuk arritëm fare të merrnim frymë, po themi, nuk kishim fare as hapësirë, as mundësi për të bërë gati asgjë, ne kishim pamundur që të bënim 2 pasime, që të dilnim, të bënim një sulm të organizuar siç duhet. Por ama me pjekuri, me mençuri, me sakrificë, arritëm të zbusnim pak ato, po themi të zbusnim diferencat, të krijonin një farë distance me kundërshtarin, të jepni kohë vetes dhe për të bërë një marrje të mirë, një pasim dhe për të dalë në sulm dhe pasaj pati një minutar në cilën vërtet u shfaqin të rrezikshëm para portës anglez. Sidomos me Arber Hoxhën, po edhe me disa aksione, domethënë në cilën skuadra çoi disa lojtarë përpara. Dhe deri në minutën që u shnua goli i Anglisë, bëm një paraqitje shumë dinjitoze. I vetmi problem dhe domethënë defekt i kësaj ndeshje ishte që në momentin që psuam, patëm një shok psikologjik, po themi, sepse duke parë diferencët e madhe që kishim me kundërshtarin, nuk patëm as moralin dhe as energjitë e dura për të reaguar mbas atij goli. A dami çik diskutimin pak për edhe kjo pyetje e Francesës nëse ma huazon vlen për gjithë. Çfarë emri vëm këtij edicionit kombëtares? Çfarë emri apo çfarë note? Çfarë emri apo çfarë note? Edhe nota dhe emër, edhe titull. Tre gjëra. Nota, shpejt, nota. Nota 10. Pse? Po pra nota 10. Po, nota 10 e do pse? Po, sepse kishim objektiv që shkonim në vendin e dytë në një grup ku kishim dhe Anglinë dhe Serbinë dhe shkojmë në vendin e dytë. E bëm këtë pa u mbyllur mirë edicioni. E bëm që ndeshjen e parafundit. Ju dham një gëzim shumë të madh shqiptarëve edhe në pjesën, po themi, emocionale, duke mundur Serbinë atje. Ishte një fest kombëtare më vete, po themi. E bëm këtë me lojtarë të mirë, po me lojtarë që jo të gjithë luajnë rregullisht. Le ta themi tani që Broja nuk është ylli i skuadrës, po nuk luan rregullisht. Hysaj nuk luan rregullisht. Aslani po Doni nuk luan rregullisht. Pra nuk janë lojtarë që janë protagonistë absolut në ekipet e tyre, ata janë shumë të mirë. Pra u bën gjithë këta komponent për të thënë që ky ishte një edicion shumë i mirë. A ishte më mirë Kosova? Po thuar që po ata arritën këtë për 10 vite dhe e furnizuan dhe Shqipërinë siç u tha, dakord jam, mund të marrim më shumë Kosova si vlerësim. Por Shqipëria realizoi ato që kishte për ta bërë, e bëri në mënyrë të shkëlqyer. Kjo është njëra anë e medaljes. Ana tjetër, Manush, në gjykimin tim, me që jemi te kjo ndeshja me Anglinë, është që ky shkëlqimi dhe këto arritjet e mëdha dhe kjo lloj atmosfere harron ose anashkalon ca problematikat që nuk janë dhe aq të vogla, siç është raporti me tifozët. Ky ka qenë një edicion i çuditshëm, qoftë për mënyrën tensionin që u krijua me grupin tifozët kuqezi, qoftë në mënyrën si janë trajtuar tifozët këtë edicion. Dini që ju si u shitën biletat për të ndeshje? Si u shitën biletat? U shitën me short? Po si u shitën? Me short. Cilin short? U tha, me short. A, u tha? Ke në një gjë ka në një gjë që e vërteton këtë? Që i ka rënë shorti? Dje u bëm isore. Dje u bëm një ndeshje isore kjo. Duke pos pas. Zotri tani do kemi... Ne besojmë që atë sesimi... Jo, nuk po ta kërkoj ty këtë. Jo, po të them që me short të ne shohim edhe reagimin, kemi edhe perceptimin ton për mënyrën si menaxhojnë gjërat. Kështu që mirë, po kjo nuk ka ndodhur vetëm me Anglinë, që ishte ajo dëshira e madhe për të bërë një selfie në stadium. Kjo ka ndodhur edhe në ndeshjet e tjera që janë zhvilluar brenda. Kështu që unë e konsideroj një... Pastaj do të historinë e biletave anse më na lodh, se aq njerëz. Pra pikërisht se ky është a marrë 20000 veta. Ndjesia që të krijon. Kush ka mundësi ta marrë bilet, ka ata duhet 20000 veta, nuk ka më shumë. Nuk do ta përmendim mirë. Po mirë, po çmimet janë dukur normale. Ore, çmimi tani e kemi folur çmimi zotri. Për sa kohë bileta shitet 1000 euro, duhet shit 1000 euro. Pse jo më jemi? Ne drobaj ta bëjmë 3000 euro dhe të, po mos se kjo është logjika. Titull më të mëdhenj që të riqnin në vëmendje ishin titujt që janë nxjerr kaq nga biletat. Ore, mirë që janë nxjerr kaq nga biletat, po kush i ka blerë ata? Popull kinez apo popull shqiptar? Janë nxjerr kaq thot. Ai ka drejt që bëj një analizë kësaj pune. Derisa ekipi kombëtar i thuat ai që ka arrit objektive po tifozët që ne e bëjmë themi jemi njësh, kombëtarja dhe tifozët janë bashkë. Ku janë bashkë ata ti? Ja jep neshën e futbollit atyre e ke bërë lekë stadiumi si tifozin ai, pa dje se kush ishin në tribuna. Kjo nuk janë tifozët ata, kush janë ata që janë atje në tribunë? Minutë 80 ikën tifozët, më as nuk i përshëndet. Edhe ky është problem vetë. E di pse, se është një gjë që do të edhe ky është problem vetë. Ai di pse ikim minutë 80. Ose kjo lidhet me atë pra, në mënyrë se si. Që po tref ekipi më i fortë në botë. Po i thoja Redit që edhe Franca që ka ndoshta më shumë talente, nuk është kaq e fortë dhe kaq e qëndrueshme sa Anglia.
ti ish minutë 80 të heqë, mos shohësh Anglinë dhe çfarë rekorde tjetër, ti e ke fat, por nuk është publik futbolli ai që ikën. Gzim, Ata janë lodh nga biletat, janë lodh nga historia, më vonë pendohem se janë stadium. E di çfarë çudi e madhe. Ata që ishin dje në stadium, tani nuk do të them të gjithë, po një pjesë e madhe kishin ardhur për Anglinë. Kërkonin bileta për të parë Bellinghamin. Kjo është çudi e madhe. Kjo ka ndodhur sistematikisht. Dhe ky është problem. Po ta marrësh teknikisht, nëse ty do duhej, nëse ty do duhej patjetër fitoria. Na duhet fitoria, nuk do kishin fituar në Serbineve, dhe do na duhet fitoria. Me atë publik, ti nuk e mbyll dot diferencën teknike me një ekip më të fortë se ty. Sepse ai vjen të shohë Anglinë, mua kjo më çuditi. Ata nuk është se u mërzitën se u fituan ndeshja, po ata i bën fotot. Ata bën fotot që kishin bërë. Jo, më nuk bëni foto. Oni pashës aty isha. Jo se ka drejtë, disa më kujtua se ti si ishe ke pasoja. Po, si ishe. Edhe kishim në një moment intervistë me Ajetin. E tha Ajeti na u mbyll Andora, s'kishte s'ta hapnim se Andora kështu, Andora kështu. Ore thashën, por ne që i mbyllim me gjithë dunjas, thashën, si jemi ne, vete, po ke drejta. Edhe ne e mbyllemi. Ne, jeta vetë jeta që kupton si është puna, neve na del më mirë kur luajmë ekip më të fortë se sa me ekip të dobët. Ti ke gjurë më shumë ndeshje me Anglinë se sa gjurë me Andorën. Më jepni një atmosferë rinore, gjenerata Z. Ja ta jap unë njerë. Një kritik për kombëtare, në çdo ndeshje që kemi qenë në stadium, nuk shndrojnë deri në fund, përshëndeten me ekipin, por jo me tifozët. Ndoshta kjo është një ndër arsyet që tifozët hiqen, kurse ekipi i Anglisë dje ka qëndruar deri në fund, madje mund të them 2-3 minuta kanë qëndruar përballë tifozëve të Anglisë. Po këta tanë tjerë ku qëndrojnë? Se më thanë që një lojtar i Anglisë aty është çmen kur të pati. Është vërtet kjo që ka dalë Gullafi sot në portale. Po thuaj tani kotoni se tani është natë. Flen gjithë gjuhë. Ku kanë para ata të Anglisë ka që bukur sa francezë. Hajde ca këshilla herë. Çfarë perfumesh kemi? Ndryshojmë pak atmosferë dhe shkojmë tek Interdi parfum nga Givenchy, një aromë për vajzat dhe gratë që dashurojnë të jenë njëkohësisht rrezatuese dhe të rafinuara. Një parfum i ri, sofistikuar dhe magjepsës, ku lulja ikonike e bar shoqërohet nga mimoza absolut. Imazhi i kësaj arome është Roni Mara, që mëshiron shiritin e lirë të litër i parfum. E gjeni në variante 30, 50 dhe 80 ml në çdo dyqan të Beauty Point, vendin tonë si Coin, Ethos, Beauty and City dhe Anais. Interdi parfum, përjetoni elegant. E vërtet. Faka i ka ndenjur qet, po ky është momenti jot. Jo, ka kumuluar. Tani, nga që unë kam mësuar. Po s'merdi pyetje, unë ti më ke mësuar diçka. Ti më ke mësuar që ti në 3 fjali jep gjithë thelbin e gjës. 3 fjalit e tua. Jo, unë kam pritur 20 minuta tani, po më kërkove 3 fjali, si them do. 3 fjali billafi, po janë 5. Atëre për? U folën shumë gjëra, u folën për Kosovën, u folën për... Me vërtet, tani ti si e shef. Shef e para vazon plot, shef notën 10 të edicionit që tha jetë miri, shef to problematikat e fshehura që ne si vëmë re, apo shef këtë skuadrën kameleon që në funksion të rivalit të radhës mobilizohet dhe një ndeshje tek me këto trajnera, me këto lojtarë ne mund ta përballojmë? Për sa i përket objektivit, padyshim nota 10, sepse ti arrit e objektivin nuk ka dyshim që nota është 10. Por a ka problematika e rrugës? Sigurisht që ka. Ne jemi skuadër, nuk kemi skuadër që vim nga një vend me 50 apo me 60 milion banor, dhe ne kemi vazhdimësi sepse kemi gjithmonë zgjedhje. Zotëri me 10 milion ne kemi 2 kombëtarë aty. Skuadrat e vogla, shko. Ajo është diskutim që mund ta vazhdoj atë, po ne jemi skuadra të cilat kanë oscilacione. Ajo që ne duhet të punojmë është që këto oscilacione mos të jenë shumë të thella, thjesht që ato uljet dhe ngritjet mos të jenë shumë të mëdha. Për sa i përket këtyre eliminatorëve, padyshim që objektivi u arrit, është nota 10, ka gjëra për të përmirësuar, sidomos ne kemi diskutuar edhe në paso kur ne luajmë kundër skuadrave të vogla. Është problematike për ne, sepse kur luajmë kundër skuadrave të mëdha, sigurisht ne vim në ritmin atyre. Ne vim në ritmin e shpejt, se kemi problem që të futemi në ritmin anglisë. Por problemi është që kur luajmë skuadrat e vogla, ne bijem prapë në ritmin e kundërshtarëve. Dhe ky është problem që ne bijem gjithmonë në ritmin e të tjerëve. Nuk arrim dot që ne ta po këto 1-0 të Silvinjës më duken si me bazë, si çik me themel.
Më mirë ky 1-0 që ti e di, 1-0. Të Po, 1-0, Të duken, du të them? 1-0. Pra janë 3 1-0 Apo s'të duken? të ndërtuar. Jo, me themel pra. Se janë me themel. Mu më duket sigur Ato janë. ta bën ta japin zemrën dorë. 1-0 shi, është me zemër. Janë të rrezikshme. Tani, që kemi rënë dakord, kjo kombëtare do zemër të fortë, kemi thënë që fillim. Po gjithkohon, me Po tani letonin çfarë 20 minuta. Bëni analiza para ndeshjes dhe shifni ndeshjen. Janë një rezultate të rrezikshme. Thash, ajo që ne do na arrisi me baza, po them, është fakti që ne duhet të ballafaqojmë më mirë me skuadrat që janë inferiore ndaj nesh. Aty duhet kemi performancë tjetër dhe duhet kemi siguri tjetër. Ajo pastaj na arrit që të kemi më tepër besim, sepse kundër Anglisë unë s'kisha asnjë dyshim si do shkonte ndeshja. Ne kemi luajtur kundër Anglisë, kam me eksperiencën time personale edhe në 2000 apo 2001-shin, kemi bërë ndeshje shumë mira. Jemi mundur prapë 2-0. Jemi mundur 2-0 Newcastle, jemi mundur 2-0 këtu. Newcastle na ka nduar, tërkitur kemi dalë, kemi losur shumë mirë. Po kemi humbur. Kemi losur shumë mirë. Anglia vetëm ato golet e Mollarit jon pik në zemër e kam. Ajo është një brez më para. Jo, më para, mos na tani se ma kërkove. Asnjë brez nuk ka lënë gjurmë me Anglinë. Një gol dhe i kanë anuluar një. Kërkoj. Jo, kemi edhe E kërkoj. në Qemal Stava edhe neve na shmohuar një 2-2 me gol të Altin Rakmi. Do kthehemi prapë në kushtrim. Jo, du një analizë çik më të ftohtë të tipit që u kthe ka problem kjo të paturi dy kombëtare, po mendoj, sikur ne ishim një kombëtare e madhe, do kishim një mega skuadër tani. Po kishin xhakat e Zhegrovut. Ja ta kanë nga ata që thosha që është më mirë të kemi një se do jemi edhe duhet ta pranoj tani që pas ka menduar gabim, sepse nuk e kisha imagjinuar ndonjëherë që do ishin kaq mirë dhe do ishim në këtë nivel që jemi sot. Jemi sinqert. Unë kam qenë nga ata që më mirë një kombëtare, ato se luftojmë, jemi më solid. Ja që koha na përgjigjëstroi më. Po të ishim një, nuk do ishim kaq mirë. Kushtrim, lutem, ti bëse apo bëni kështu. Ja ta marrim një komentar, jemi lutem. Padyshim që është një ëndër mos të me pa realizueshme, ndoshta në të ardhmen mund të ndodhë që të shkrihen një nuk e di ashtu, por besoj që do ishte një ekip me shumë potencial. Është një ëndër e bukur që ka shumë problem për ta analizuar tash sepse nuk është faktikisht në bomi që të. Do doja të ndalesha pak 40% bëjmë krahasimet, po ky futbolli më i bukur që provon Kosova. Unë do doja të ndalesha pak. Gzimi thot me të vërtetë, ndonjë gjë le mund ta huazojmë nga ata. Dëgjoj. Siguron një freskime e madhe se provon futboll më vllai skuadër. Provon futboll me sfush. Kur tha Gzimi në fillim që Kosova gjithmonë na ka dhuruar lojtar. Nuk mendoj që Kosova ju ka dhuruar lojtar, po Kosova ka luajtur për atë dhe. Është qartë. Kjo është vërtet. Shka i përket përfaqësuesës Kosovës. Kombëtarja FSHF-s ka qenë gjithmonë si institucion që çdo strukturë i ka vënë shërbim që të strukturohet edhe të bëhet Federata e Kosovës ajo që është sot. Domethënë ka pas një ndihmë prapa krave që nuk u duk nga jashtë. Edhe domethënë Kosova kur u pranua në UEFA ka pas një standing domethënë ndryshe nga ajo që kur kanë Shqipëria në fillimet e veta. Ka qenë jetime, kjo është e vërtet. Po. Në fillim normal që ka pas shumë një... Po, por Shqipëria nuk ka pasur një kundërshtar që lufton të gjithkohon siç është Serbia, që gjithmonë e ka luftuar Kosovën në të gjitha nivelet, duke lobuar në mënyrë të pamshirshme. Shqipëria nuk dita këtë pa. Tani, Shqipëria është në 1932-shin, Kosova është në 2006. Kishte vetë në kundërshtar. Po, kishte vetë, kurse Kosova ka luftuar me Serbia, Shqipëri çapo thuati? Edhe një herë, mos keq kuptohemi, të lutem, mos keq kuptohemi. Nëse ka një gjë të mirë që ka bërë Federata vitet e fundit, përveç punëve të tjera se nuk mund t'ja mojto, ka qenë lobimi për Kosovën, për Federatën e Kosovës. Po. Unë e kam ndjekur hapa sapi atë proces dhe ka qenë mirë, ajo quhet normalitet o. Ja njëri meritun tani, çdo më thon kjo. Ajo është normalitet. Po, unë mendoj që është bërë përtej mundësive që ka pas Shqipëria në atë kohë, mos e shikoni nivelin sot, për shkak që përfaqësohet nivelet lartë. Shqipëria ka nuk ishte duka ky që është sot, nuk ishte një president federate shqiptar në Federatën e Maqedonisë Veriut. Nuk ka qenë kështu pra. Po mirë, e mbylli vetëm një sekondë hapësirën. Marr një fjali arta të shkurtër sepse na iku pjesa parë pa thënë asgjë. Për tifozë shpejt. Unë po them edhe për Kosovën edhe për Shqipërinë, më thënë të drejtë më bën shumë qefi që kanë arritur të futen në play-off dhe shpresoj që të vjen ndonjë ecim përpara. Gjë më e mirë. Desim thanë që ty të është qartë telefoni ato ditë ke pas shumë punë. Nga Kosova apo nga Shqipëria më shumë? Gjithmonë nga Shqipëria. Nga Kosova nuk kemi filluar akoma, por doja të thoja për pjesën e ndeshjes doja të jepja një 9.5, 0.5 që të jenë më të fuqishëm, por jam shumë krenare. Kosta në futboll. Kush ta shuan Etje në futboll? Kaiser.
Gëzuar. Vetëm Kaiser dashur miq, bira speciale, ajo që shuanetjen. Ne jemi program kampion dhe kësaj shkon një birë kampion, ajo është vetëm Kaiser. Ti si e quhen me kuror, pa kuror, si e quhen? S'ka nevojë për kuror. Nuk ka nevojë për kuror, është vetëm Kaiser. Shijojeni gjithmonë me futbollin dhe jo vetëm. Një gëzuar pra nga ne, e mbyllim këtë pjesë. Pjesën e dytë, vazhdojmë akoma me gjëra të rëndësishme që nuk u than për kombëtaren, po flasim pak edhe për brojën. Çfarë po ndodh me brojën? Pjesën e dytë, qëndroni me ne. Pjesa e dytë, dashur miq, mos harroni këshillën që jap gjithmonë në fillim pjesës së dytë. Ajo quhet Electric Cars Albania. Kilometri 2 aty ke Tegu, modelet më të mira, por sot kam ardhur t'ju flas për modelin byt. Si Lion 05, 06, 07. Mos nguroni, shkoni atje, bëni tuaj një makinë elektrike siç kemi bërë pjesa më e madhe e grupit këtu. Ndërkohë, sepse ja vlen. Makina elektrike është vetëm Electric Cars Albania, mos u allakasni poshtë e lartë. Këtu gjeni modelet e dura. Dhe një tjetër mik special e kemi në lidhje Skype në këtë moment, Dagzin, mikun ton special nga Prishtina. Ja ku qeka. Hey Dax, mirëmbrëma. Përshëndetje, jeni, si po kaloni? Mirë, faleminderit. Ju përshëndet, Në pjesën e Në pjesën e parë, në fakt ne folëm shumë edhe për Kosovën. Çfarë përshtypje është ka lënë Kosova? Të thonë drejtën Kosova për momentin, është një gjë që shihet janë një grup shumë i mirë, e ka një harmoni shumë të mirë, se unë edhe i njoh shumicën personalisht dhe e di se çfarë flitet dhe kështu se çfarë raporte ka me vetë, është një harmoni shumë e mirë, një gjë që është shumë e rëndësishme për çdo ekip, sidomos për përfaqësuesës të Kosovës, me që shumë këmbëtarët shqiptarisë ashtu edhe përfaqësuesët të Kosovës takojnë rrallë dhe nuk është që ka ndaj shoqëni ose ndaj miqësi të përditshme. Po, e rëndësishme është që këtu takimet e këto mbledhje të kombëtarës dhe të përfaqësuesve të Kosovës janë një harmoni të bukur, edhe vjen edhe bine dhe rezultatet e këta. A ke ndonjë lojtar të preferuar apo ende? Po, ka preferuar, tash ose dikë që ti e ke shok? Shok i kemi të gjithna. Cili do që fillon, sidomos në përfaqësuesve të Kosovës, cili do që ka startuar në ndeshjet e fundit, në një farë mënyrë kena relata shumë të mira, kena shoqëni, kena një miqësi shumë të mirë, mëse se donë edhe të jemi jena dihet, jena për shumë sportdashës dhe sidomos futbollin e bëjmë shumë, edhe na ka lidh këtë dashuri. Tani ne në Tiranë themi bab çunash, ti si bab çunash je. Nëse fëmijët e tu do të bëheshin futbollist, me cilin ekip do luanin, me Shqipërinë apo Kosovën? Kjo është pyetje shumë me vend, fillimisht shpresoj që të bëhen për me ditë për një ndryshime, që uroj shumë të këta dyqymat e mi dalin nduhën e ditën e futbollerës të jo dhe të ditë, po unë e kam një ide ndryshe, veç pak se u diskutu tema edhe filloj me udhëruar telefonin se tema ndihme. O zotri, do të pyesësh, e para herë do të pyesësh edhe Shkirën për këtë, mos ta bësh përgjigjen para kohës se u nxitove. E dyta punës, ne të presim Kevin Tiranë, ty bashkëmenxhe dhe ngelet Prishtinë. Kur do vini këtej? Dëgjo, Manush, ende përgjigjet për vetën, kur ta merrni, unë përgjigjem për vetën time, kështu që dhe të kemi ide të ndryshme, në ashtu edhe përbashkët apo se ditë se kanë dytë merren se për këtë lojë këtu ato në të bëjnë futbollera. Jepi, për këtë lojë, jepi. Nuk më duket shumë futbollera i modi, nuk e di, nuk e kemi menduar. Ti e ke kollaj se çon një andej një këtej. Dags. Po. Kë pret në një rival që mendon për Kosovën është i superushëm, i kalushëm, i ngrënshëm. Me tonë drejtën të rundi i parë, menoj që kalushëm si për Kosovën edhe për Shqipërinë janë të 4 ekipet. Te rundi i dytë është pak më i ndihshëm, domethënë nëse kemi Italinë që është po nëse është Italia, domethënë ka nëse nuk ka kualitet të mjaftueshëm, ka si të thënë tash e ka të përvojën se Italia është domethënë një kombëtare që kur bëhet puna serioze, është jam serioze, edhe e dim gjithë që mund të mos luaj mirë në rrugë, po kur vjen puna te ato ndeshje vendimtare Italia është goxha e vështirë. Edhe Turqia është e mirë, mendoj që nëse do ta bëjë Polonia edhe mendoj që te Polonia mund të kalu si Shqipëria si Kosova nëse veç kemi fat.
Ej, Dax, të falenderojmë, por dua më të premtimin se të prisim në studio sot. Nuk e di çfarë impenjimesh papritur të dolën që nuk na erdhe. Të presim na ke një borxh këtu në studio të procesit sportiv. Kur të doni, me të drejtën për sport nuk përdoj hesë dhe kohë fundit nuk për ndjej vetë ma shumë si sportist, ose artist, ose DJ. Jam gjithë ka në modë në emisionet sportive, po e bëjmë qef, jam një dashamit i futbolit, që kur të doni, kur të një qef, aty jam. Për qafime nga Tirana, ty dhe familjes tënde simpatike, dhe Angeli. Faleminderit Dax. Faleminderit, kaloj që bukur. Natën e mirë. Ciao. Ore se Daxi, mikun tonë e njohim gjithë tashmë tifoz, po më shtiu në mendje tani ca emra, se harrova unë që aty është edhe Italia dhe Turqia, ke këto më burr. Ato janë vazopar, po. Pasit kalojmë ti thua, pasit kalojmë të... Po kalove play-off-in e parë, pastaj mund të ndeshme me to. Kalosh dhe ka vazopar, se do të ketë më të vështirë ndeshjen e parë se ndeshjen e dytë. Tani Francesco do thotë, po ti shkove direkt ke vazopar, pritje. Ta saksojmë që nuk jemi në botërore. Ngeli hati i Dani, Francesca çfarë mendon? Çfarë do bëj? Hajde marrë nga një opinion tani se Francesca, çfarë do bëj? Tani unë shkreta ka marrë gjithë ato mesazhe, më thon, ti ke qenë tersi bros. Po ç'i kam bërë unë? Se ai dhe para se të... Mbi 20 mesazhe. Më mirë se ishte kanë ato me gallace di që ti e do atë po. Çfarë ndodh me Brojen? Edhe në aspekt sportiv. Unë besoj që është e miksuar. Po jo, ky dëmtimi kështu, se ky dëmtimi do i do shpjegimi tani. Mos është nuk vjen pesh, herë dytë kjo. Mos është pak mbi pesh, nuk e di tani se. Jo, nuk vjen rastisht. Për mendimin tim, Broja ka dy probleme. Para është psikologjik, që për mendimin tim i ka ardhur si pasojë dëmtimeve që i kanë të zgjatur, dhe kam përshtypjen ose edhe në një faktor tjetër që neve se dim, sepse ai ka dhe jetë private, ka dhe nuk e dim. Plus, dhe pjesa tjetër është që Broja akoma nuk e ka kthyer veten e vet në 100% e tij në aspektin fizik. Dhe duke pasur këto të dyja, që paktën si shoh unë nga jashtë, mendoj që pastaj vjen edhe këto problematika si e tha dhe Francesca, që ai thjesht u dëmtua pa kontakt. U dëmtua sepse trupi ti dhe ja ta shojmë çiklen të lutem, një plan prap të lutem. Po Ervin, duket sikur i ka ikur, nuk i duket që ka ikur. Ato ndodhin kur trupi jot nuk është në 100% tënd. Nuk ka raport mjekësor, ne nuk dimë është dëmtuar apo jo. Jo, s'kishte. Faka ja, mund të shtojmë problemeve të Brojës, po ta quajmë probleme. Domethënë, ju i përmendët me drejt. Ti shtojmë edhe faktin që të paktën ekipin kombëtar, se nuk po them tek Chelsea apo tek Burnley, domethënë ku ai nuk arriti dot të gjente një vend formacion. Dhe në ekipin kombëtar ai luan jashtë pozicionit. Jo, ka të djathtën. Jo të majtë, të djathtën. Ti jeni sinqert, unë Brojen për nuk është ky problemi thelbësor i tij sot, por në ato që ju renditët, po shtoj edhe këtë. Ndoshta mund të pozicioni Redi duhet ta dim, nuk e di ka qenë atë Redi trener, ka qenë trener 21-shit kur ka ardhur Broja apo jo? Jo, atëre Broja kur ka ardhur në fillim me ekipin U21, që mua më ka habitur. Me 19 ka luajtur, me U19. Me 19 apo 21? Me U19 ka filluar lundë ansor i djathtë. Më ka habitur në atë pozicion, në këtë pozicion që ai luan sot. Çfarë aspekti ka habitur? Më ka habitur për mirë. Aty kam parë për të parë, kam thënë. Aty ka luajtur deri para 2 vjetësh aty ka luajtur. Ky lojtar ka menduar që Chelsea do jetë minimumi për atë, ashtu si kam parë unë atëherë. Po mirë, të gjithë menduam me këtë. Edhe pati shpërthimin ai. Jo, ideja është që nuk është për mendimin tim pozicioni. Se pozicioni ty mund të uli pak në atë që ti jep. Por nuk mund të një lojtarja. E di si është problemi? Problemi është që, sepse flitet shumë, sepse publiku e do, edhe dje për shembull. Patjetër, me dashuria ime. Mbështetjen e ka maksimale, nuk mbështetja është maksimale. Pra publiku e thirrë. Tani për hir të vërtetës ka pas edhe një trajtim jo shumë të mirë të tij në epokën e re. Në fazë të caktuar, po pastaj por po hym ke dy kompensohet në sjelljen e tani. Më përpara i bini qaf. Tani për gëdhën. Na ngatrohet po ta bëjmë atë sepse dalin në diskutim tjetër. Tani dje kur fut publiku e mbështeti. Sepse dhe publiku i ka qef lojtarë të cilët do të thënë kanë potencial shumë të madh, siç është ai që në fraksion të kohës, domethënë ose në një hapësirë shumë të vogël mund të bëjë gjë që nuk i bëjnë dot lojtarët e tjerë. Por ama ka një gjë që, sepse atakohet shumë trajnerë se menaxhimi që i bëhet që jo pse futet në krah Broja se Broja duhet futet në qendër. Detyra e trajnerit, sidomos në këtë moment, është që të maksimalizojë rezultatet. Pra ai, nëse ai mendon që neve, dhe edhe unë jam i të njëjtit mendim,
që broja përpara, neve nuk na i konkludon dot, nuk na i mbyllur aksionet, sepse për mirë apo për keq Rej Mani është lojtar që sa herë merr topin, nuk e di e vure në ndeshjen me Andorën, sa herë merr topin, nganjëherë dhe gabim, sepse duhet të shërbejë dhe shove vet, ai do ta mbylli aksionin, do ta çojë topin poshtë. Guxon dhe çon aty ku duhet. Broja nuk është kjo tipologji lojtari. Broja kur e merr topin atje, do të bëjë dhe një driblim, do të asistojë dhe ndonjëherë, do të bëjë shpërthime të cilat jo gjithmonë kanë qëllim konkludimin në portë, por me lojën që kemi ne, me sushorët që kemi neve, me ansorët që kemi neve, në qoftë se sulmuesi përpara, sa herë merr top, nuk na e mbyll aksionin, e kemi problem që të shkojmë të konkludojmë portën kundërshtare, sepse edhe trajneri e bën këtë llogari. Dhe kjo është mënyra se si ai, pra ai do të maksimalizon energjitë e gjithë secilit. Tani, edhe ky vet duhet ta shikoj, te Kosova është e njëjta situatë, me lojtar po aq talentuar siç është Grova. Ai sa fut fare. Më kupton? Sepse qëllimi i qëllimi i Fodës atje, dhe mua më pëlqen për karakterin e për personalitetin që ka. Qëllimi i Fodës atje është të çojë ekipin në play-off ose në kualifikuese në botror. Më kupton? Pra nuk është qëllimi për të promovuar lojtarin. Këtë radhë unë them Redi që vetëm këtë radhë nuk ka faj broja që u dëmtua. Pse? Këtë radhë është faj trajnerëve që u dëmtu broja. Sepse broja s'do të luante fare këtë ndeshje. Edhe do kishte shpëtuar, s'do ishte dëmtuar. Me gjestin që bëri ai, që nuk pranon të festonte me ekipin me Andorën, me këto ai nuk duhet të futur më. Gjesti ishte shumë i rëndë, atë shpëtoi Ysaj. Që e mori dhe i tha hajde shpejt atje me gjithë grupin, se nuk është çështje personale, po është fitore, është Shqipëria, është ekipi kombëtar. Ai zorin të gjithë nuk kishte sens fare. Dhe nuk duhet të futej. Samir guxon ai fote, ai zhgrova në ul. Ne dhe ta ulin dhe ne në stol kur dikush e shkel disiplinën. E kemi ullur atëre kur nuk e meritonte. Fiks fare kjo. Po vendosim të luaj, kur ndoshta meritonte një. Sa ta merrte, broja kishte ngel në stol, s'do shkonte Si me mendon grup. Kosova si ekip është më i mirë se Shqipëria në lojtar? Nga ana cilësore më duket më mirë dhe me. Mendon që është më mirë? Edhe me emra. Po mos e bëni këtë diskutim se tema kodi u burtani. Diferenca është vetëm trajneri. Ne kemi një trajner që rrim brohet, ai guxon. Kjo është diferenca. Një aslan që nëse kemi. Po mos e kishim po Shumë sa bituar vetëm me emra do të kalojmë. Aslani sa ndeshje ka? Tani ka Sa ka? 5 ndeshje ka. Shlia, Zhegrova, ne kemi si këta lojtar ke kombëtarë jon. Tani sa futi Ka një vit që s'lohet te Kosova. O zotri, ai janë lojtar normal. 3 video ka bë ajo Juventusi. E ku për të kuptuar çdo lojtar. Janë lojtar normal. Ramani mos krahasimi se s'është Ramani te Napoli, nuk është puna. Kosova ka përbërje më cilësore se jona në këtë moment, sipas meje. Jo. Tani ko transfer market. Pse si marrim emra një nga një pra? Se keni frikë merrni. merrni. Ne kam të mirë se ne. Nuk e di. Ke portieri kam dyshime, por nuk e di. Gjimshiti, ajo që Po s'është si Ramani. fare kësaj të Jeni këto diskutime. Mos i rikti muhabetin Ismaili fare. më gjej kë ka Kosova Ismaili. Mos i rikti muhabetin, nuk është gjë kjo. Po jo, a do t'i marrim emra? Muhabet. Nuk të qit kjo, nuk Tani e di çfarë është e rëndësishme. Puna është Gjithë secili po merr potencialin maksimal të skuadrës vet. Pra dhe Shqipëria dhe Kosova në këtë moment trajnerët tani më vjen mirë që Murishin që kanë më lyudhën e botës. Do të mos e pëlqen fare ky diskutim ti që e bën. ç'është? Jo, ndoshta jo, po Murishin që kanë atë. Nuk është një shëndetshëm. Janë dy skuadra që kanë zgjedhur dy filozofi të ndryshme. Nëse Kosova me trajnerin e vet ka zgjedhur atë filozofi që ti luaj hapur, ti luaj. Ajo ka gjetë edhe lojtarët e dur për atë filozofi. O zotri, pse luan më Sigurisht, bukur unë kam Kosova? përshtypjen që çdo trajner në bazë të asaj atyre cilësive që ka ndërtonte edhe strategjinë e vet. Edhe kjo Po ne demonstrojmë që ka cilësi atje që në Kosova, mu përgjigj pa. Olenci tani se duhet. Kush tha që luan më bukur? Ku dëgjove? Po të gjithë aty po thonë. Nuk thash fare që luan më bukur, thash luan ndryshe. Po luan ndryshe, do të thotë që luan më bukur. Mundi Por e qëllimi është fitosh, s'ka rëndësi se si luan. Është pasaj çështje si ti e percepton. Jo, ajo është për trajnerët, kurse për ne. Dikujt i pëlqen si luan Kosova, dikujt i pëlqen si luan. Ajo është në raport me lojtarët që kanë dispozicion. Në fund fare Pra vendos gjithmonë luan me gjykatarën s'ke nivel loje. filozofia Dorën ke problem. Kur bëni kështu muhabete shumë, do të themi që duhen në fund juve, e kam gjetur. Gjojni goc. Meqense edhe situata është ndezur, jam e bindur që të gjithë presin që të futet edhe numri 5 në fushë. Ai është një numër që i sill fat ekipin në fushë dhe OTP Bank Albanias jashtë fushë. Do thoni pse? Kur hapi depozit një vjeçare me vlerë minimale 5.000 euro ose 500.000 lek, bësh pjesë një shorteu për të kapur 500 tënde. Fituesi merr 500.000 euro ose
5.000 euro, se më bëjmë shkopi 500.000 euro. Po jepi Ose 500.000 lekë. Ka shtëpia jote, ke Francesca shkoni me. Po do thotë që është gjithë O të poja, jep lek pa fund dhe meriton ndërtërritje dhe blerë. Në 24 dhjetor do mësoj fituesin e ndeshjes. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kushtim, pse mendon që cili do ishte debati ose diskutimi i dur në këtë moment për të dyja kombëtarët dhe për ta mbyllur historinë e Për mendimin tim nuk ka diskutim sepse janë dy trajnerë të ndryshëm. Një ekip është në atë aspektin e vet më kompakt, filozofi tjetër, Silvinio ka filozofinë vetën tjetër. Në fund të ditës të dy ekipet i kanë arritur objektivat. Mirë tha Redi, kërkush nuk pyet në fund se si ke luajtur. Rezultati është më rëndësi. Domethënë është shumë absurd ta bëjmë krahasimin kush ka më shumë emra andej apo këndej. Okej, dhe mirë vlen kjo. O Krishtin, them edhe një. Mos të bini kur do thosh. Edi si ka qenë para disa muajsh para një në ta. Pra, edhe atje ka qenë një moment të cilë e donin jashtë trajnerin. Pra, nuk e donte publiku trajnerin. Si shka qenë momentit e këtu? Po pra, Zhenjita, dëgjoj, kam pasur disa paralele të zhvillimit dhe progres në këto eliminatore të ngjashme. Pra, lojtarët më talentuar që ata e kanë sakrifikuar në raport me interesat e ekipit, dhe me mënyrën se si luan, dhe me kompozimin që kanë ata. Trajneri fillimisht, do të thonë, mua më ka pëlqyer ai karakterisht dhe mënyra se si ka përballuar. Unë besoj që është Chelsea, se mos më rara si flas për Kosovën, po besoj që Chelsea më ka pëlqyer karakterialisht, si është sjell me lojtarët, si ka trajtuar ekipin, si e ka ndërtuar gjithë frymën e gjesa të brenda, më ka pëlqyer shumë dhe në distancë, duke i parë ndeshjen, duke e parë në intervista, se nuk është se e kam parë. Por dhe atje ka pas probleme me publikun. Siç kishte probleme Silvinio këtu. Pra në moment aktual kë nuk bën thënë ata. Tani duhet më urujt pak ato. Ky është trajneri i cili i tregoi secilit që ekipi është mbi të gjitha, sepse edhe si në çdo ekip kam përshtypjen janë disa lojtarë të cilët një diferencë ka, mbase është dhe karakteri i tij. Ai çështjen e Zhegrova atje brenda e ka mbajtur të kapsuluar. Tani edhe Rashicën se shoh nuk luan, nuk është më titullare. Nuk ka pasur problem, kurse këtu broja u bë problem. Kjo është çështje Zhegrovën, si të izoluar. Ajo është dëgjuar në çështje Zhegrova ti Kosovë. Jo, ke dëgjuar në ankesë është e mbyllur çështja. Pra, ai si duket është përballur me lojtaren, mbas është karakter tjetër më i djalin, mbas ai e pranon më me sportivitet mos aktivizimin. Kurse këtu nga ana tjetër u shmar gjithë Shqipëria me brojë dhe me me që po flasim për këtë për ngjashmëritë apo diferencat. Një diferencë në gjykimin tim është edhe fakti që nëse flasim për progres të kombëtarëve, edhe progres edhe të futbollit vendas, duket që në këtë aspekt Kosova është më brenda normalitetit. Pra nëse ne kemi një kombëtare që është shkëputur shumë nga realiteti i kampionatit shqiptar, për shkëlqimin që ka, për rezultatet që arrin, atje edhe klubet, se do të kuptojmë që aty 10 vjet. Kush është lojtari nga Kosova që luan nga kampionati? Nuk kanë lojtarë që shkojnë nga kampionati, po them te kampionati, progresi që skuadrat arritjet në Europë, ato që kanë bërë ata për një dekadë. Mo duken të dy kampionate të dobta. Edhe një herë. Po pra, po mua më duket sikur ata ecuria e kombëtarës së tyre, progresi i kombëtarës së tyre. Me kampionatin është më në sintoni, është më në sintoni se sa këtu është paradoksi i madh. Po e mira, si lojtari kampionatit, prapë se ja kthej, nuk po them shqiptar, sa lojtarë nga kampionati tyre shkojnë kombëtare. Po them, cilësia e kampionatit tyre. Edhe për Prishtinën, edhe për Tiranën. Kjo tribunë si kthet të mirën tonë. Kjo është dobësi, për hir të vërtetës. Cila dobësi? Sepse të paktën te ne, sepse Kosova paka shumë është herë parë dhe du ta mbri një eveniment të madh. Ne kemi arritur të mbrim në 2, jemi afër të tretit dhe kemi ditur ta përkthejmë në zhvillim të futbollit vendas. Dhe këtë kemi dobësi, nuk e di pse, është diçka që mund të marrë shumë kohë, po të fillojmë ta shtrojmë parë. është dobësi që nuk kemi arritur ta përkthejmë në diçka pozitive për produktin vendas. Kush ne sjell lumturinë? Jessica. Atëherë Manush, derbi londinez vjen këtë fundjavë vetëm në Super Sport, një duel i cili do të ndezi Premier Ligën. Mund ta ndiqni live dhe ekskluzivisht vetëm në Super Sport në digital. Dua t'ju rikujtoj që të gjithë duhet të përfitoni nga uljet
Edhe një herë, hajde, se jemi live, zemra ime, jepi, se jemi live. Duhet të përfitoni nga kush? Thuaj, mos e Duhet të kip kuraj. përfitonin 30% nga uljet e Red and Black vetëm në Ja ku jemi, digital. pra me pak fjalë s'mu përgjigje, kush e sjellë lumturin? Digital. Ja ku jemi. Long Franç. Atëre, ke qarë në njërë në jetë, për qarë arsye do qaje ti në jetë? Se kemi ka pas salot të shtrejta shumë këtë javë në Europë. Ti për çfarë do Dje që qaje? qajmë vetëm për humbjet, realisht. Ti për çfarë do qaje? Në një sfilat, në një rivalitet mode, në gjë, çfarë do kishe ti do qaje? Jo. Në të tilla raste më bën më fort, në fakt. Ti nuk qanë. Jo. E di kush ka Asnjë. qajt këtë javë? Që është bërë thuaj. kështu? Po, Shoku po. Franceskës. Kronikë e madhe ndeshjes që ne realisht i kemi shijuar në digital, si thot edhe Jessica. Rim pak tek lotët e Cristiano, nuk e di pse më ra përshtypje. Kartoni kuq i tij dhe kjo bëri xhirën e botës ky moment për Është bërë cilin protagonist kudo. po pra, Në po flisim TikTok, pak në më Instagram, përpara. edhe këtu Tani, tani. pse mund të çante ky Cristiano Ronaldo gzim? Se ti jo njeh mentalitetin këtyre miliarderëve. Pa i qau apo bëri mimik Ai qarjes? bëri mimikën e qa, po pastaj pash E di çka i kanë bërë mediat në Portugali më fal gzim, e kanë masakruar për atë. kudo se Ronaldo. e keni parë besoj Ati është shenjtë. Ky është Ja, ky është momenti. Ky është momenti më i bukur e atij për ta lënë futbollin. Ky është momenti për ta lënë futbollin. Ky është momenti më i bukur për ta lënë futbollin. Nuk ka moment më mirë se kaq. Pas botror, pra dhe. Ai tani Nuk Ka thënë që do të botrori fundit kjo e ka s'është më thënë. çështje kështu që do kapi botrorin e 6 apo të 7. Tani është pengesë për ekipin e vet. Edhe deklaratat janë pa ekuilibruara. Ja, ky Kur është thon Arin burri thotë që jam më i bukur se ky. E jo, kështu, jam më i rëndësishëm se ky, kam kaj ato. Aro puna aty. Kur duhet ta lëmë këtë. Tash, ja ti kena 20 vjet që punojmë bashkë, ti s'ke thënë kur jam më i bukur nga ju. Jo, po ne po Se mund thoshe ti, se mund thoshe shumë. O Manush, se ti si Ronaldo, mund thoshe jam më i bukur se Lenci. Edhe as kam Ka i kam drejt me konkurrencën. Unë nuk i do të ke fakë. Manush, e di si thoshe një trajner im se. Jo, më tha njëri tani e kuptova pse ke marr fakën. Bas Franceskës tha që ke rritë shumë pjasën, tha, ke marrë edhe fakën që të mësosh i mini. Për çaj thash? Për fashion ja foto. Jeni dakord ju? Ka punë, ka bash mirë, E di si thoshe një trajner im Faruku. Kur do thonë unë në 2002 isha më i vjetër nga atë, isha 25-26, ishin gjithë nga 20-21 ata. Edhe flisja në e fjalë më tepër. E thoshe, Xhaxh, pleqëria kur vjen nuk i bit derës, thoshe. Këto janë shenjat, domethënë, i jep gojës më tepër se ç'duhet. E fillon të bësh gjëra, do thënë Se po qave aksion, vepro, mos fol. Më thoni një emër futbollist që ka lënë momentin e dur. Kush ka lënë momentin e dur një futbollist që kujtoj? Zidane, Toni Kroos. Numri 5. Toni Kroos. Parti. Toni Kroos. Pe për numrin 5 çfarë? Zidane. 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 Nga finale Për botrorit. reklamën. Se lasi Zidane, me më shumë namzi, gjyti Materazzi. Di çfarë bëri Zidane? Po ishte Materazzi. Po nga finale botrorit la futbollin. Nuk e la se goditi me kokë. La se tha koka me këmbët nuk po kombinojnë siç duhet. Kam shumë idera tha, po nuk përgjigjen këmbët. Dhe ik tani. Ashtu si duhet Zidane ishte në Toni moshë. Kroos, vetëm ai e ka. Ky është 70 më i madh se Pa Zidane. ka një pyetje me spec Francesca për ty. Më fal që ndërhyra. Me spec. Nga lojtarët e kombëtarës, kush e ka lënë më mirë kombëtaren? Edhe një herë? Nga lojtarët e kombëtarës, kush ka qenë ai që e ka lënë më mirë kombëtaren? Pra në momentin e duhur. E ka lënë më mirë futbollin. Pa polemika, 20.000. pa që protagonist askund. Ne 20.000. Ki ka ik me lezet, thot, me lezet moment e duhur. Ka Shqipëria, ë? Kombëtar shqiptar po flasim. Po unë me thënë drejt, S'ka ikur. Nëse do duhet Si gjithi kanë hequr. ti jemi sinqert, s'kujtoj asnjë. E, Francesca, ti po pyet tani njërin që kanë hequr dhe nga kombëtarët veteranëve. Që ka lënë në momentin e dur, gzim. Prandaj s'gjë të. Altin Dalla ndoshta. Altin Dalla Një që ka lënë kur nuk duhet ta linte në Ke Hanoveri gjykimin. ka ikë dot nuk e di këtu ke ne. Ja, no, jo, mos Unë se di ti të bëni ceremoni këtu ke ne atit. i është bërë bashkë me Skelën, kanë qenë bashkë me Skelën. Bashkë me durën, u bën treshe. Ti se mbaj A mend. tani këto kur bëjnë 3-4, më fali çik redo, kur bëjnë 3-4 bashkë. Kurse ndër ata që ndoshta do doja ta kisha parë edhe disa vite është Geri Çipi për shembull, që ka lënë moshë shumë të re. Pra të pun ka ikë për Naska, ka lënë. Po mirë, E lini 25 vjeç më edhi në kohë. Mo dakord tani, po flas. Dëmtoheshin. Secili ka Amo, Kush ishte ky Glen, kush ishte Jo, në më tregova? A ka qenë e bukur shumë, Alban Bushi. Kur ishte futbollin.
ata ekipi kundërshtar kujtoj se ishte një lojë, fillon lojën ata. Ka qenë Franca. Sa ai ka qenë formë. Ne kemi pas dhe lojtarë që kanë bërë 3 herë ceremoninë dhe vazhdojnë lunin me kombëtare, po është muhabet tjetër. Është muhabet radio. Aty s'ka një gjë. Nesi çik tani Pelia la 4 herë. Se ka vetëm muhabet. Kam sjell një foto në fakt pak të çuditshme, por është ka atë gjëre vet, është futbollisti norvegjist Riarsson, i cili ka treguar një model të veçantë flokëve. Keni parë, do të thënë kemi parë flok bjond. Jo, më kjo është ato. Dalmat, më dalmat. Tigri Borës, si thotë, është një tigër që E di që i bëri ky me shokët e vet italisë me këtë model e flokëve. Po duk Italia si Andorra. Dhe ishte dramë, dhe ishte vërtet dramë. Ajo po ti shikosh mirë, të gjithë lojtarët që merren me permanent, me kokën, me këto, të gjithë ata kanë një luhatje në performancë. Mbredhin me berber me vete, marrin gjyrus, marrin piktor, i kushtojnë kokos aq orë sa të çekulibron. Alcarazi, çekulibron. Alcarazi, luhatje, Ysaj, luhatje, gjitha që merren kanë luhatje. Jemi kushtimi mbyllim pjesën? Kemi një gjë në Irak që të ngel një gjë. Neve presim të enten shortin, kështu që na ri se mund të kapim çik në radio për të parë rivalet. Në paso, fakt meriton një super dorëtrogitje paso me programet e saj. Ndeshja Andorrës, ndeshjen me kombëtarës me Anglinë. Ajo që të ndodhi këtë javë dhe për zotin e madh ka marrë urime nga një kategori e madhe shqiptarësh që punojnë në makina gjatë kohës ndeshjes, që janë taksistët dhe më thanë, ju bov dita 1000. Kështu që falenderit Top Albana Radio se ka qenë ekselente me ndeshje kombëtare. Pasoja e vetme që më bën konkurrencë. Kështu që imagjinoni çfarë rivaliteti do t'i bëj edhe Francesco se rivalitet. Kështu që Kosta, të shoh të shqetësuar, të shoh të bezdisur. Jo fare. Nisë ti fitove, politikën e le, miq ti ke, çfarë dreqin ke? Me mosh vikan lotët, ja tani që folën. Sa më shqetësoj mi qet. E për lot, na vjen për lotët dhe mua dhe Lencit. E po mirë. E di çfarë po mendoja. Kur pash këtë tipin me si Recebull i Ballkanit, atë më kujtoj, po t'imagjinoj aty si mund t'ishe ti me atë flok. Po fantazoja, kuptoj si mund t'ishe. Se do 3 javë rroga dhe unë haroj këto. Po my man job, pjesë e tretë këtu, videot e Kosës dhe jo vetëm, që doni me ne. Ja ku jemi pjesë e tretë, shumë miq, nuk kemi kohë fare për muhabete. Videot e Kosës, sot ke zgjedh video kampion në fond. Vazhdoj. Jepi. Okej. Videon e parë është një grup fansash kanë bërë atë topin e FIFA-s. E ke parasysh atë reklamën e FIFA-s që fillon kështu? Po. Ku është ky plazhi? Mamurës? Është në Brazil. Okej, jepi. Po s'ka plazh Mamuras. Po Patogus është aty me juve. Patogu është 20 minuta, ti dukesh s'ka qenë herë Mamuras. Jepi, vazhdoj se e di kam qenë si s'kam qenë. Duhet vish. Jepi. Kemi një video tjetër, është ky, do thonë, punëtori tullave dhe i gjun paf. Apo si a fut kop. Ama tani, edhe s'ton dhe kjo. punë shka talente. Ky po është talent olla. Çka talent? Por është video vërtet apo tallesh tani? Po mo e vërtet është, e kanë filmu kolegët duke punu. Po sistemojnë tullat këta edhe... Ue, duar trogitje i mal. Ore, na gjitha nga këta t'i marim punë, na gjeni nga këta t'a marim punë. Për këto kullat tona, për pallatet tona. Këti do t'i bëj lëvizën shqiptarë, unë t'a sjellë Shqipëri. Jepi. Video tjetër, kemi, po, këte janë ca kampionate të çuditshme. Kampionati lotëve pra. Me lot. Edhe kush çan më shumë mbush vazën. Madhen peshore lotët. Ka mush i litër lot ky tipi. Kjo është per. Kjo është per. Ky ka mush 980 ml lot. O Kosta, ky është kampionat, do t'ikim këtu. Ka dhe tjera manush. Pash sot një video tjetër, ka lloj jepi. Video tjetër kemi, po, në gjatë ndeshjes, ju ngatrojnë këmbët tyre dhe ju lidhen këpus me njëri tjetër, ja. Po, lidhja e. Shko si ja bane, jeshtë ngatru kama në lidhse. Në moment duket sikur po e mbanë, për në fakt jeshtë ngatru kama. Janë ngatru lidhset. Ore, kjo është kampionat spanjoll, Rayo me Sevillën. Faul është. Kampionat spanjoll është faul çu. La Liga. La Liga. Ja Rayo. Këtu i bëjnë reklam lidhseve që janë të forta. Ky me Vazhdojmë Kosta. Tani ky është një lloj goli, do të thonë nga këto super golat që
Asa i bukur. Ibrahimovic Ka shman 3 lojtarë. 5 zonë. Super bravo. Dhe video tjetër, dhe e fundit, është ky atleti, do të unë kam lexuar që kjo është një lloj smundje që kanë disa njerëz të kockave, jo janë shumë fleksibël. Qa kocka smundje, ai po bën spektakël aty. Ky është atlet, por që janë disa njerëz kanë, jo smundje, është një lloj geni, do të thënë, një lloj kromozomi që ja jep Një lloj kromozomit. Si ta shpjegoj domethënë? Ora ai më fut këtë raketa. Futet ke raketa. Kromozomit. Arriti ke bërë 3. Shiko, janë ca njerëz që kanë një lloj ndërtimi të veçantë ADN. E ti si quhet kjo talenti i gjarprit. Edhe mos pika 5 birra se më shkatrove, se utove sot. Ças the kromozome gjëra. Un pi një dhe ti ta bë me fjalë. Imagjinoj po ti 5. Shijoje, ishte gjithçka për sot. Ju falenderojmë. Urime të gjithëve. Kustri, faleminderit dhe të presim prapë. Se vinë ndeshjet e tjera. Çfarë presim? Faleminderit miq të procesit. Së bashku do të shihemi të hënën. Kështu që, natën e mirë.